Në Zvërnes u zhvillua një aksion pastrimi në kuadër të ditës ndërkombëtare të deteve dhe lumenjve. Përveç ndërmarrjeve të Bashkisë së Vlorës morën pjesë edhe nxënës të shkollave dhe shumë vullnetar. Ky aksion u zhvillua njëkohësisht në të gjithë vendin. Të pranishëm ishin edhe kryetari i ri i Bashkisë së Vlorës Elisa Lili, si dhe prefekti i Qarkut Plator Nesturi. Kjo ishte dalja e parë publike e Alilit pas marrjes së detyrës ditën e hënë. Aksioni kishte për qëllim që të përcjell mesazhe ndërgjegjësuese për mbrojtjen e burimeve ujore në ditën ndërkombëtare të deteve dhe lumenjve. Për krah kryebashkiakut të ri të Vlorës, Elisa Lili, prefekti i Qarkut Plator Nesturi, tha se ky aksion realizohet për pastrimin e ambienteve të cilat kanë të bëjnë me lumenjt dhe me detet dhe zhvillohet njëkohësisht në 4 bashkitë e Qarkut, në Vlorë, Sarandë, Himar dhe Selenic, një aksion i cili nuk bëhet vetëm për të mbrojtur natyrën, por edhe për zhvillimin e turizmit. Aksioni u zhvillua në një zonë të mbrojtur të Zvërnecit, ku prefekti i Qarkut theksoi se janë evidentuar papastërti, të cilat ndikojnë në mjedisin e zonës, por gjithashtu, kjo gjë duhet të jetë edhe një sensibilizim për të mbrojtur natyrën dhe pasurinë tonë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Elisa Lili tha se bashkia do ta ketë pastrimin një proces pune rutinë për të mbajtur pastre dhe zonat e mbrojtura, dhe se situata në këtë territor në zonën e Zvërnecit është një kampan alarmi që duhet të ndryshojë. Nëse sot është një ditë e shënuar për të qenë aksion në lidhje me Bashkinë e Vlorës, ky duhet të jetë një proces rutinë që gjatë duhet ishte bërë. Kjo zonë këtu në këtë farë gjendje që e shohim sot është kampan alarmi, ka qenë evidentuar më përpara dhe për Bashkinë e Vlorës kjo do jetë një proces rutinë dhe detyrë e përhershme në programin e këtyre ndërmarrjeve për të mbajtur një qytet sa më të pastër. Kështu që aksioni i sotshëm në kuadrin e bashkisë ne jemi mbështetje të prefektit, por do të vazhdoj për gjatë gjithë kohës. Ky aksion u realizua në kuadër të ditës ndërkombëtare për pastrimin e deteve dhe lumenjve. Detet dhe lumenjt na ofrojnë ujë, transport dhe luajnë një rol vendimtar në ekosistemet tona. Në këto kushte duhet të rrisim ndërgjegjësimin për rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së tyre dhe duhet të ndërmarrim kështu veprime konkrete për t'i ruajtur mrekullitë tona natyrore.